Partia Demokratike është një parti e cila është themeluar nga trinjt. Mos të harrojmë që kjo parti u themelua nga studentët, të cilët në atë kohë u quan kundër regjimit komunist. Unë që kam parë në Tiranë, kam parë në çdo qytet mundshëm, realisht kishte një frymë pa parë, domethënë, të rinis, të gjithë moshave, dhe ishte shumë e vështirë ta besoje që realisht do humnim me këtë lloj rezultati. Dhe për mua ka vetëm një përgjigje, masakra masakra zgjedhore në çdo nivel, domethënë, nga niveli më i vogël deri te niveli më i madh. Aktivitetet që të rrishin të rit, duke filluar nga aktivitetet sportive deri ato me qëllime edukative dhe politike sigurisht. Sidomos për ato që janë të interesuar, sepse interes ka dhe e shoh. Është dhe pjesa pasaj që rinia jon sikur friksohet pak të marrë pjesë, sepse është pjesa e shantazhit nëpër shkolla. Dhe ishte një gazetë vitit 1998, në mos gaboj data 3 maj. Dhe gazeta hapeshe me titullin Fajin e Kas Aliu në 1998. Domethënë teza ishte po e njëjta, se këta s'din ton gjë tjetër. E majta e ka gjithë jetën këtë, që për krimet e veta që bën, dhe fajsojnë kundërshtarin.